Alianca për shqiptarët mbajti kuvendin e tretë sa u takon zgjedhjeve lokale. Vendimet kryesore që u morën nga ky kuvend i zhvilluar në Gostivaru vendos të nisin takimet me të gjitha strukturat për të dëgjuar zërin e tyre dhe kuvendi ka angazhuar që Këshilli Drejtues i partisë të vazhdojë negociatat me koalicionin Vlen. Kuvendi po ashtu ka shqyrtuar ofertën e partnerëve të Vlenit, të cilët i kanë ofruar Aleancës për shqiptarët 35% të komunave. Kreu i partisë Arben Taravari tha se do të bëjnë të gjitha përpjekje që në zgjedhjet lokale të këtij viti ky subjekt të garojë bashkë me partnerët e tjerë, pjesë e koalicionit Vlen. Megjithatë, tha se nuk hidhen poshtë as opsionet e tjera rezervë. Ne nuk e dim ato si kanë ndajt me zveti, na intereson edhe të shohim si është ndarja, na intereson çfarë merr Besa, ku është alternativa, ku është LD-ja. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Gjithashtu edhe ne do të kemi dy ofertat tona. Unë mendoj se negociatat patjetër të vazhdojnë dhe të japim maksimumin deri në fund, po që se mundemi të arrijmë marrëveshjet përbashkët për dalë në zgjedhje si Vlen. Ofertat janë duke i përgatitur, do t'i përgatisë grupi veçantë që do ta caktojë Këshilli Drejtues i partisë. Ato do të autorizohen prej Këshillit Drejtues dhe ato do të vazhdojnë. Do të kemi dy opsione të cilat do t'i afrojmë si opsionet tem përfundimtare. Ndaj Vlenit dy opsionet mundshme, në qoftë se nuk arrim, unë thash, Alianca për shqiptarët në listën e këshilltarëve gjithsesi do dalë vet, patjetër, opsioni i dytë, a për kryetar komunash e shohim ku kemi interes me Vlenin, ku kemi në ndonjë parti tjetër, ku do të kërkojmë përkrahje mundësi edhe prej dikujt tjetër e shohim. Po me listat këshilltarëve, në qoftë se nuk dalim me Vlenin së bashku, gjithsesi listat e këshilltarëve të Aleancës për shqiptarët do të jenë vet. Komunat e propozuara për Aleancën për shqiptarët të Taravarit nga Lëvizja Demokratike, Lëvizja Besa dhe Alternativa janë Gostivari, Struga, Vrapçishti dhe njëra prej komunave Likov, Hraqin, Studeniçan, ose njërën prej komunave Bërvenica apo Qashk. Po ashtu, tripartitë Vlen ka rënë dakord që aty ku është kandidati një parti ajo të ketë edhe 40% të listës, ndërsa pjesa tjetër e pushtetit lokal të shpërndahet në mënyrë që edhe partitë e tjera të jenë të përfshira me kryesues të Këshillit Komunal, sekretar të komunës, drejtor ndërmarrjesh e të tjera. Ndërkohë në kuvendin e djeshëm të Aleancës për shqiptarët, Taravari promovoi Sen Shabanin si prurje në parti, duke thënë se tashmë Aleanca për shqiptarët menaxhon me dy komuna, ato të Gostivarit dhe të Vrapçishtit. Pa Aleancë Arben Taravarit, ne e shohim se Aleanca është këtu dhe ne gjithë së bashku duhet ta bëjmë një. Por pjesën tjetër do kemi ditët në vazhdim. Sot ishte mundësia që ne ta diskutojmë edhe në kuvend se si të vazhdojmë më të tjerë. Përpos Shabanit edhe Arben Halili u emërua antar i ri kuvendit të partisë, ndërkohë doktor Idris Orana u zgjodh nën kryetar i partisë, si do votua një rezolut për tragjedinë e Koçanit.